Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Kaçanikut. Sot kemi marrë me dorëzu çelësat familjes Sadikut. Sadik, po na çelësin. Faleminderit. Tash më vështina në ambjentet e brendshme të shtëpisë së re Sadikut, na po i lëna me pamjen se çish ka qenë. Unë jam Sadik Kuqi, nga Kaçaniku. Kam nevojë për shtëpi në tre, se ka lagështi shumë. Baj renovim, po shkojnë kohë. Kam 4 fëmijë, vetë 6 jam. Me rrogë s'mujnë e dalë, punoj 1 ditë 2 ditë në javë, ma shumë s'punoj. Kushtet e kam të rona. Komuna e Kaçanikut rrethi na mbulojnë me pak ushqimore. Këto është një tmerr shumë i madh që zbesoj kush që mund me jetu qështo, ma këtë se onë që jam. Edhe me 4 fëmijë, qëto flem, qëto hajmë, qëto pim. Kushtet janë shien edhe vetë se qësh janë. Vështirë është ballë. Të merësh, këto të merë, s'ki as shtroja, s'ki mloja, sen s'ka për shijet, veç ke salën që të flem, që të rrim, që të ham, që të pim, edhe mi pastru fëmit nuk kam ku. Se është, do me thonë gjdo ditë në ditë bje ka një blok, edhe te lashe, me shtjellë me pastru atë fëmit. Se është shumë keq në alë tepër. Zdej, ma keq a ka, mos zbesoj, ki lakshti, ki mek, e ly shpesh njejt bëhet prap qashtu bëhet, si e në gjendje me shti kur gjatë të rej këto. Një shime Se shpia është, asisuj që edhe mundet mu bajt këto. Një shime ram pi krejt. Konë mu nuk më le këtë lakshti bëhet. Krejt. Njështë sështë, po, zoti madh. Po kina morë social, po fëmija mi ka po 5 vetë. Na i ka ndërprejqë, Kina apliku shtejnë apet për në shlu, nuk bof më shlu mirë. Është problem që edhe fëmijët më haftu fort për shkollës, drejt me thonë për shkak kushteve që jetojmë na, se kur të shkojnë shkollë, edhe çdo i dyti fëmijë kam ja zonë kryet fëmijës tam që se ki ka shpjën e keqe. A bede, pse jeton ashtu, se shembull unë s'kam mundësi m'ja bë, as kë, edhe pe pres një ndihmë nëse ka thënë Zoti dikush më na ndihmu. Bile për një shtëpi. S'kena mundësi heq, që 16 jam unë qëtu. 16 plot ai baj çdo martesë që asë një ditë nuk e kumë pa një sen, du me thonë të mirë, një jetesë pak, beli, pak, heq. Me angër me pina kanë majtë rejthi Kaçanikit, shumë se e pak, shumë. Edhe për bajrama, edhe pa bajrama, edhe për shkat dusha. Na kanë një mu shumë. Tanat i kanë pru. Unë e kësha desh 2 minutë që tojmë për hatër të Zotit mas pari. Edhe për hatër qëtëve fëmijëve që i kam anë se e kam fëmijën 15 vjet për 16, e kam pak problema me fjetë me të kalzej drejt. Që të flejmë krejt bashkë, që të bëhen trosh me një kaq, që të bëhen dhe trosh me një kaq. Se s'kam edhe shka me shtru, këto shijet, s'kam edhe me shka me shtru, as me mlu, as eq. As teshat s'kam ku mi palue, drejt me thonë, një majna për kofera, që shtë mujtu s'kave, se s'ki ku mi lanën, lena për tokë plënavën, s'ki ku i le, nalt është katastrofë, s'ki shka me pa gjendje nalt. Ju kësha ba apel që kanë mundësi veç për një shtëpi, kur gjë tjetër, veç për një shtëpi. Më nga dalë në këra për me maru shtëpia me të pak.
Që kjo dhëmosh, për nuk mujna me shfrytzu për kur gja, sa është shumë keq. Nuk shfrytzot për kur gja heq. Këtë vlla ka lakështi. Me që majmë shqelë, s'me edhe me qelë si për shkak era shumë e ranë del jashtë. Që kjo është banja, serë që të vimi pastru fëmijë qëto, më kanë rakit bloka, qëto po shien që kanë vetë në fond të ma, edhe këta na i det besej që i binë shumë shpejt. Onë shumë keq edhe fëmijë s'po pranin edhe me i mu pastru këto, s'po ngojnë, se po thënë shumë keq edhe po tut me ma shumë. Që kam problem edhe mi pru mi pastru këtu në altë. Që kjo është dhoma që qatë shumë ka lakështi janë edhe të pashfrytzueshme, s'mujna mi shfrytzu se s'ka kushte. Edhe këtu ka lakështi, ka mëk. Asë këtë s'mujna mi shfrytzu heq. Edhe fëmijëve i ku të famë. Janë të misë, veç aje që kom në vëzqifje. Lani, asë ju përboj me shpi? Faleminderit shumë, faleminderit o Zotë, faleminderit. Sadik, ndryshimi madh. Vallaj, ndryshimi madh. Falenderoj krejtve, mas pari shoqatës juve, stafit, edhe punë kryusit në imit, përshëndes shumë, në ka nimu, në ka këshyrë, punëtorëve kete, jo ora e punë gjatë. Tratë pare faleminderit Zotin, faleminderit shoqatën e Timat Ballkanit, Halel Kastratin, përgjegjësin e shtëpisë. Ne ka ndryshuar komplet jetën. Do t'jem faleminderuese gjithë jetën. Përshëndes dhe ti me Lezin, donatorin e vetëm që e ka dhonë për këtë shtëpi. Faleminderit për vetëm me Lezit që e ka bërë këtë shtëpi. E faleminderoj shumë, do t'jem faleminderuese gjithë jetën. Edhe na si shoqatë falenderojmë donatorin e vetëm kësaj shtëpie që është Vetim me Lezin, Zoti e shpërbleft, e na po e lana me pamjet e shtëpisë së re.